Ja se çfarë i ndodh zemrës, trurit dhe diabetit nëse konsumoni një vezë të zjerë çdo mëngjes. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve të Medical News Today, ato bëjnë pjesë në listën e 10 super ushqimeve më të rëndësishme që i duhen organizmit të njeriut. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve? Në këtë video do të rëndisim të gjitha përfitimet dhe vlerat që do të merrni nga konsumi i tyre sipas ekspertëve. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide esenciale thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi i njeriut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët përmbajnë 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet edhe tek e bardha e vezës, e cila është shumë e rëndësishme që veza të konsumohet e plot. Vezët janë të pasura me ushqyes të vlefshëm në rritjen e vlerave të trupit. Një vezë vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të domosdoshme. Këtu do të përfshihet gjithashtu seleniumi, fosfori, vitamina B12, antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat e shëndetshme. Vezët do të ulin gjithashtu edhe numrin e triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet jetë i ulët për një shëndet më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me yndyrna si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin gjithashtu edhe nivelin e triglicerideve në trupin tuaj. Gjithashtu, ato janë të pasura edhe me element që ulin shfaqjen e ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë riskun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi njerëzit që hanë një vezë në ditë, janë në 30% më pak të rrezikuar të humbasin jetën nga vdekja e parakohshme si pasojë e problemeve të ishemisë. Vezët janë mjaft produktive për shëndetjen e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme falë një regjimi të kujdesshëm ushqimor që përfshin edhe vlerat e vezës. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Vezët të mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në këto kushte mund të jetë një zgjedhje fantastike. Njerëzit të cilët konsumojnë vezë qëndrojnë më të ngopur se pjesa e personave që nuk i shtojnë ato në menun ditore. Vezët janë gjithashtu element shumë i mirë që nëse konsumohen në mëngjes në vaktin e ardhshëm, do të konsumoni më pak rreth 130 kalori. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve. Antioksidantët që gjenden te veza do të mbrojnë kështu shëndetin tuaj të syve dhe do të parandalojnë edhe sëmundje të ndryshme. Gjithashtu vezët cilësohen si një produkt fantastik për të pasur një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin tuaj të trurit dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për qelizat tuaja dhe për më tepër. Kolina që gjendet te veza është veçanërisht e rëndësishme për shëndetin e trurit. Nëse hani të paktën 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në humbje të kujtesës dhe përkeqësimin e saj. Ndaj tregoni të vëmendshëm me përfshirjen e vezës në dietën tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi mjaft të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Sipas brejtësajt në këtë video do ju njohim me përfitime shëndetësore që do të merrni nga konsumi i vezëve në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë 1 deri në 2 vezë në ditë, pa u shqetësuar shumë për numrin e kolesterolit të lartë. Sipas të dhënave të Elsajt, ngrënia e vezës në mëngjes, si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore, mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vezët do të ofrojnë një përmirësim të yndyrnave cilësore të trupit. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë edhe në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin edhe riskun e problemeve të sëmundjeve në zemër.
Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak, e përrjedhoi edhe nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e pulave, sidomos në formën e zjerë, do të ofrojnë edhe proteina cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë në të gjitha organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Vezët e zjera janë një zgjidhje fantastike për të shtuar në dietën tuaj, sidomos edhe fal proteinës cilësore. Ato janë të mira edhe për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Nëse doni të keni kocka të forta, shtoni vezët në dietën tuaj. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Vezët e zjera mund të cilësohen gjithashtu edhe një zgjidhje fantastike për të shtuar në dietën tuaj. Konsumi i tyre në formën e zjerë do të ofrojë një rritje të përfitimeve të trupit. Vezët janë një nga ushqimet e plota dhe të pasura me vlera ushqyese. Ato përmbajnë proteina cilësore, vitamina C, vitamina A, vitamina B12 dhe D, dhe minerale të rëndësishme siç është hekuri dhe seleni. Megjithatë, edhe pse janë të dobishme, konsumi i vezëve kërkon kujdes të veçantë, sidomos në ruajtje, në përgatitje dhe në konsum. Nëse vezët nuk i mbani si duhet dhe nuk i konsumoni kur duhet, mund të rrezikoheni nga salmonela. Një nga arsyet kryesore pse duhet të jeni të kujdesshëm me vezët është bakteri salmonela, i cili mund të gjetet si në sipërfaqen e lëvozhgës, ashtu dhe brenda vezës. Ky bakter shkakton infeksione të rënda të sistemit tretës, sidomos të vegjëlit, të moshuarit dhe personat me imunitet të dobët. Por si ta shmangni këtë kontaminim? Mos konsumoni vezë të gjalla ose të pagatuara mirë. Lani duart pasi prekni vezë. Gatuajini vezët mirë derisa e verdha dhe e bardha të jetë e fortë. Ruajini vezën në temperatura të përshtatshme. Vezët duhet të ruhen gjithmonë në temperatura të ftohta, idealisht në frigorifer. Ruajtja në temperatura të larta do të rrisë rrezikun e shumimit të bakterieve. Mos i lini vezën në temperaturë ambienti për më shumë se 2 orë. Kontrolloni gjithmonë datën e skadencës së vezëve. Vezët që kanë kaluar afatin e përdorimit mund të duken të mira nga jashtë, por mund të përmbajnë bakterie ose të kenë filluar të prishen. Por si të kontrolloni një vezë? Vendoseni në një gotë me ujë. Nëse fundoset edhe qëndron horizontalisht, është e freskët. Nëse ngrihet vertikalisht ose noton, mund të jetë e vjetër dhe nuk rekomandohet për konsum. Personat të cilët kanë alergji ndaj vezës duhet të jenë më të kujdesshëm. Disa persona, sidomos të vegjëlit, mund të kenë alergji ndaj proteinës së vezëve, e cila shfaqet në skuqje, kruajtje ose dhe në raste më të rënda vështirësi në frymëmarrje. Në këto raste, vezët duhet të shmangen plotësisht nga dieta juaj për të evituar komplikacionet. Vezët janë ndër produktet më të larta në vlera të jashtëzakonshme ushqyese, renditur në listën e 10 superushqimeve që nuk ka mëngjes më të shëndetshëm se konsumi i vezëve të zjera. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë konsumin e vezëve pasi janë të pasur me omega-3, e cila konsiderohet sot si superveza e shëndetit të mirë. Veza me omega-3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Është të provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënje të kujtesës. Shikimi juaj do të ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein, kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e saj, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.